Përshëndetje të gjithëve. Tema ime do të përqendrohet në shqyrtimin e disa elementeve të trashëgimisë bizantine në qytetin e Beratit. Po e lexoj për kursim kohe. Pushtimi Osman i Konstantinopollis më 29 maj 1453 shënoi shembjen përfundimtare të perandorisë bizantine dhe zëvendësimin e saj me një perandori të re, shtetin Osman. Ndonë se kjo ngjarje shënonte një kthes dramatike në rrafshin politik, ekonomik, kulturor dhe fetar. Civilizimi bizantin mbijetoi në shumë aspekte edhe gjatë periudhës osmane, duke mbetur kështu për shekuj pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të popujve të përfshirë brenda orbitës osmane. Një gjë e tillë lidhej shumë me karakterin pragmatist të politikës së sultanëve për të integruar brenda perandorisë së gjysmëhënës jo vetëm traditën turko-islamike, vijim i natyrshëm i së cilës ishte, por edhe traditën bizantine, aq e domosdoshme kjo e fundit, për t'i siguruar perandorisë së re përvojën e duhur për organizimin dhe funksionimin e strukturave shtetërore në qendër dhe në provinca dhe sigurisht edhe për organizimin ekonomik për funksionimin e sistemit ekonomik të perandorisë. Sinjalin më domethënës në këtë drejtim e dha vetë pushtuesi i Konstantinopollis, Sultan Mehmeti II, i cili jo vetëm e ruajti patriarkanën ortodokse, por i njohu asaj edhe një sër atributesh që i gëzonte që nga periudha bizantine. Ky gest i sultanit ishte në të vërtetë shumë i rëndësishëm për të kuptuar raportin e shtetit Osman me trashëgiminë e Bizantit, por nuk ishte dëshmia e vetme në lidhje me këtë çështje. Që nga themelimi i shtetit Osman e deri në kohët e vona, komponentja bizantine mbeti pjesë e pandar e historisë së periudhës osmane. Studiues eminent të historisë kanë vënë në dukje me fakte dhe të dhëna bindëse, ngjashmëri jo të pakta fjalavjen midis praktikave të organizimit të ceremonialit të oborit sultanor dhe atyre të oborit perandorak bizantin, ngjasimeve apo afrive të sistemit osman të timarit me pronjan bizantine e kështu me radhë. Si dëshmi mjaft kuptim plot për efektet e së kaluarës bizantine në memorjen e sundimtarëve osman, mund të sillet edhe fakti që ende në gjysmën e parë të shekullit të 19, kryeqyteti osman Stambolli, në dekretet sultanore të cilat kemi pasur rastin t'i eksplorojmë këtu në Shqipëri dhe jashtë të Shqipërisë, vijon të përmendet, pra Stambolli, vijon të përmendet me emrin e dikurshëm Konstantinopoj, në fund të fermanit. Pra, po e them osmanisht, Konstantinie el Mahruse, ose El Mahrusei Konstantinie, pra Konstantinopoja e mbrojtur, ose qyteti i madh, qyteti madhështor, do të thotë. Sigurisht që të tilla raste, ne i kemi parë, siç e thashë, sidomos në fondin e pasur dokumentar të Sherijes së Beratit, i cili ruhet në arkivin qendror të shtetit në Tiranë. Një model i shqyrtimeve dhe analizave të gjëra dhe të thella
në lidhje me praninë e elementëve të qytetërimit bizantin në realitetin e ri osman, mbetet vepra lapidare Bizonc apre Bizonc, Bizanti pas Bizantit, e historianit rumun me famë botërore Nikolae Jorga. Edhe pse vështrimi i Jorgës fokusohet më së shumti në Stamboll, në teritoret e Detit të Zi, dhe veçanërisht në ish principatat rumune Vllahi dhe Moldavi, areale këto ku ndikimet e lartë përmendura ishin më të forta, përfundimet që mund të nxirren janë të dobishme për tërë hapësirën perandorake osmane. Brenda këtij konteksti, Shqipëria zë një vend të veçantë. Sidomos në qytetet shqiptare të periudhës osmane, u ruajtën ku më shumë e ku më pak gjurmë të trashëgimisë bizantine. Rasti par excellence në këtë drejtim është qyteti i Beratit. Berati i periudhës osmane mund të shihet si një model i dyfisht. Nga njëra anë, qyteti në fjalë është shembull tipik i manifestimit në trajtën më të qartë dhe më të plotë të tipareve të reja që karakterizonin fizionomin e një qendre urbane të periudhës osmane. Dhe nga ana tjetër, një shembull po kaq tipik i manifestimit të elementëve të trashëgimisë bizantine që vijonin të ishin të pranishme dhe karakterizonin gjithashtu fizionomin e këtij qyteti. E shkuara bizantine në Beratin e kohës osmane identifikohej pikë së pari me popullsinë e krishterë ortodokse, e cila dhe pse formonte tërësinë e banorëve të qytetit deri në prag të vendosjes së sundimit osman, si rezultat i turbulencave politike të ndodhura në Shqipërinë e kohës, kishte hyrë në një periudhë të re e paksuar dukshëm nga pikpamja numerike, nga të dhënat që ofron defteri osman i viteve 1431-1432, qyteti i Beratit kishte vetëm 175 shtëpi, pra në madhësinë e një fshati pothuajse të madh. Gjatë dekadave të para të periudhës osmane, ndonse rrethanat politike dhe shoqërore kishin ndryshuar në një mënyrë rrënjësore, popullsia ortodokse e qytetit ishte shtuar në një mënyrë impresionuese. Nga një regjistrim tjetër osman i bërë në vitin 1506, del se qyteti i Beratit numëronte në këtë kohë 395 shtëpi të krishterë ortodokse, 11 shtëpi hebrejsh dhe asnjë shtëpi muslimane. Sigurisht që gjatë shekullit të 16, qyteti në fjalë njohu një zhvillim të konsiderueshëm ekonomik, zgjerim të dukshëm të hapësirës urbane, si dhe një rritje të vrullshme të numrit të popullsisë. Në vitin 1583, Berati arriti në kuotën e 1100 shtëpive. Dhe tashmë, sigurisht që popullsia ortodokse e qytetit e ka ndaluar ritmin e mëparshëm të rritjes për shkak të procesit të islamizimit, i cili gjatë këtij shekulli verifikohet të jetë një proces intensiv. Sigurisht që megjithë se shtimi i popullsisë ortodokse gjatë kësaj trajektorie mbeti i druajtur, megjithatë, kjo popullsi numëronte 412 shtëpi përballë 670 shtëpive muslimane. Pra në një raport pak a shumë 40%. Por popullsia ortodokse e qytetit sigurisht që këtë raport pak a shumë e ruajti edhe më vonë dhe pavarësisht nga ky raport numerik tashmë në disfavor të saj,
përsëri roli i popullsisë ortodokse në jetën ekonomike shoqërore të Beratit ishte i konsiderueshëm. Sigurisht që banorët e krishterë ortodoks ishin dominant në disa zeje karakteristike që vinin nga periudha e mëparshme. Kështu për shembull argjendaria, gëzoftaria, prodhimi i barutit, punimi dhe kallajisja e enëve shtëpiake, punimi i samarëve e tjerë, ushtroheshin pothuajse vetëm prej zejtarëve të krishterë. Në një dokument të Sherijes së Beratit të vitit 1674, si kallajxhi të qytetit përmenden Dimitri dhe Stasja. Në vitin 1687, në një shënim tjetër të një defteri të Sherijes së Beratit, përmenden si gëzoftar në qytet edhe Teodori, Thanasi dhe Stavri. Të krishterët ortodoks kishin gjithashtu një vend të privilegjuar në sferën e tregtisë, qoftë asaj të brendshme, qoftë asaj të jashtme. Sidomos në tregtinë me Venedikun, elementi i krishterë pothuajse kishte monopol të plot. Sigurisht që ne për këtë kemi të dhëna të dyfishta, të dhëna që vinë edhe nga dokumentacioni osmanikos, po sidomos nga dokumentacioni venecian, i cili na jep shembuj të bollshëm të pranisë dhe të rolit që luanin tregtarët e krishterë Beratas në këtë fushë. Po të referohemi dokumenteve, sigurisht që ne jo vetëm që shohim se përmenden emra tregtarësh, si Fjalavien, Risto dhe Stase nga Mhalla Mangalen, të cilët i kishin shitur tregtarit Voskopojar, Grusho, Co dhe Stof në një vlerë prej 9.970 akçesh, por ishin prezent gjithashtu tregtarët e krishterë Beratas, sidomos roli i tyre ishte i madh në tregtinë me qendrën fqinje, Voskopojën, e cila pavarësisht nga rivaliteti që kishin dy qendrat në sferën e tregtisë, intensifikoi gjithnjë më shumë. Natyrisht që roli i tregtarëve të krishterë ortodoks Beratas, siç e tham dhe më lart, në tregtinë me Venedikun, që ishte partneri, po themi kryesor tregtar i viseve shqiptare në këtë periudhë, sigurisht tash kishin një rol monopol. Dhe dokumentet veneciane, që tashmë janë të njohura, përmendin emra të tillë tregtarësh të shquar, të cilët kishin rol të jashtëzakonshëm në operacione tregtare, siç ishin për shembull Mitro Berati, i cili ngatrohet dhe në një konflikt që kishte Ahmet Kurt Pasha i Beratit me Karamahmut Pashën e Shkodrës. Ky u arrestua nga agentët e Karamahmut Pashës për një konflikt tash që kishin dy pashallarët, dhe sigurisht më vonë u lirua, por është një personazh i cili del dendur në dokumentet veneciane. Po kështu përmenden të tjerë tregtarë si Gjorgji, Dimitër Nikola, Mitri Nikola, Petro Nikola, Anton Gjorgji e të tjerë. Aq i fuqishëm ishte pozicioni i tregtarëve të krishterë Beratas në marrëdhënie tregtare me vendet europiane, sa që dy individ prej tyre, siç shënohet në dokumentet e Sheriatit të Beratit, Gjorgji Dede dhe Konstantin Gjeçi, kishin themeluar edhe një kompani, një shoqëri tregtare, e cila në vitin 1678 rezulton të ketë një kapital tregtar
të barazvlefshëm me 114.000 akçe, një shumë jo e vogël për kohën. Sigurisht që, si që del nga dokumentet, kjo shumë është përdorur për të kryer operacione tregtare dhe sidomos këtu del një partner tregtar venecian, Michel Floro, i cili është shumë aktiv në marrëdhëniet me individët që kompanin që unë përmenda. Një komponent esencial i trashëgimisë bizantine të pranishme në qytetin e Beratit, sigurisht që janë edhe monumentet e kultit të krishterë ortodoks. Natyrisht që specialistët e arkitekturës dhe sidomos ata të arkitekturës së kishave, siç është i spikatur profesor Thomo, profesor Aleksandr Meksi dhe të tjerë, megjithëse nuk janë shumë të tjerë profesor, kanë bërë studimet shumë të thella, shumë të gjëra në lidhje me arkitekturën kishtare, karakteristikat e kishave tjera. Unë do përmend këtu vetëm shkurt në funksion të argumentit tim që jam duke trajtuar, vetëm faktin që Berati, e theksoj këtë, është i unik përsa i përket pasurisë së kishave që vinë nga epoka bizantine, para osmane. Dhe natyrisht këtu mund të më kundërshtoj dikush që të thotë që disa kisha s'është e vërtet sepse janë ndërtuar në periudhën osmane. Mua më rezulton që kishat vinë nga periudha bizantine. Pastaj, rindërtimet sigurisht janë bërë o mbi themelet e kishave të rënuara, po aty ka qenë një kishë si do që tjetë, ose janë bërë rindërtime pastaj të kishave që janë dëmtuar nga faktorët e ndryshëm, agentët atmosferik, luftra apo faktorët të tjerë. Natyrisht që Berati ka qenë në epicendër të konflikteve politike në shekullin e 9, më falni, në shekullin e 18 dhe sidomos në kohën e Pashallëqeve. Një pjesë e madhe e trashëgimisë sigurisht ka psuar dëmtime, fatmirësisht është ruajtur, ka shpëtuar një pjesë e mirë dhe nga këto konflikte, dhe dua të përmend në fund se Berati, që është edhe më e rëndësishmja pavarësisht se po e përmend në fund, i ka dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve, i ka dhënë botës, Ballkanit, Europës, një pasuri të jashtëzakonshme, të cilën na e ka zbuluar francezi Pierre Batifol në vitin 1885, dy kodikët kishtar dhe sidomos kodiku i shekullit të 6, i cili është unik në historinë, në shkrimet e shenjta që ka trashëguar nga periudha bizantine bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, kërkoj shumë ndjes për te kalimin e kohë. Falenderoj.